Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në magazinën Info Plus. Presidenti Vjosa Osmani do të pres nesër disa nga liderët e partive politike me qëllim të gjetjes së një zgjidhje për konstituimin e kuvendit dhe tej kalimin e krizës politike. Këtë herë, presidenti Osmani do t'i takoj një nga një liderët e partive politike për gjetjen e një zgjidhje për dalje nga kriza. Presidentja do të pres kryetarin e PDK-s Memlik Krasniqi në orën 11:30, atë LDK-s Lumir Abdigjiku në orën 16 e gjysmë ore më vonë atë AK-s Ramush Haradinaj. Takimet me liderët e partive të tjera, presidentja Osmani do t'i vazhdoj edhe të ejnëtën. Nga këto parti kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takimet e nesërme të presidentja Vjosa Osmani. Ndërkohë sot, për herë të 40 dështoi përpjekja për konstituimin e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i seancës Avni Dehari edhe këtë herë kërkoi nga subjektet politike parlamentare, të cilat nuk i kanë propozuar emrat për antar të komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit që ta bëjnë këtë. As këtë herë nga PDK, LDK, AK dhe Lista Serbe nuk pati propozime. Nga deputetët, 100 sa ishin në sallë, 51 votuan për e nuk pati vota kundër apo abstenime. E me gjithatë dhe vazhdimi i seancës së sotme, ashtu si që ndodhi edhe në atë paraprake, nuk kaloi pa tensione mes kryesuesit Avni Dehari dhe deputetëve të PDK-s, LDK-s e AK-s, kërkesës së Dehari që këto parti të propozojnë antar për formimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit, ata ju përgjigjen duke kërkuar që vetëvendosja ta respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese. Kjo çoi në kërkesën e Deharit për fikjen e mikrofonave të tyre. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj... Urnoni, lutem. Kryesues, po të bëjmë thirrje edhe një herë, respektoje kushtetutën. Ktheu rendit ditës dhe respektoje gjykimin e gjykatës kushtetuese. Të ndërpritet. Regjia, ju lutem ndërpriteni mikrofonin. LDK le të urdhëroj të propozoj një deputet për antar të komisionit. Kryesues, zbatone vendimin e gjykatës kushtetuese. Fehu në randite. Ndryshe, regjia le të ndërpritet. Regjia, ju lutem le të ndërpritet. Lista Serbe le të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozim. AK-ja nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ne si Aleancë kem ndryshu qëndrim, na vjen keq. Ju lutem vetëm për propozim. Dhe Përndryshe regjia kemi një emër për komision. Mikrofonin. Vetëm propozim. Kur gjanë tjetër? Dhe na kemi një emër për komision. Dhe për komision e propozojmë deputetin Albin Kurti. Pas ndërprerjes së vazhdimit të seancës konstituive, para medjeve u deklaruan përfaqësues të partive politike lidhur me situatën e krijuar. Ato sërish akuzojnë njëra tjetrën për bllokadën në kuvend. Ndaj, ne jemi të gatshëm që të marrim pjesë në takimet e radhës, të ftuara nga presidenti Osmani. Nuk përjashtojmë asnjëherë që të ketë takime që ftohen edhe nga kryetari Kurti, duke qenë që edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese obligon partinë e parë që të thras takime dhe me qëllim të konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, por ajo çfarë doja të shtoja është që është e pakuptim që të shkosh në takim dhe të mos bësh asnjë lëvizje.
Për sa kohë ne kemi bërë lëvizje. Ka 2-3 muaj që po mundohemi me gjetë zgjidhje, me ofru kompromise për me dalë për kësaj situate, por shpresojmë që e njëjta gjë të ndodhë, siç nuk ka ndodhur deri tash nga ana e lëvizjes vetëvendosje. Nesër do të jem prapë te presidentja. Ju dini që ne kemi pasur kërkesë qysh herët që presidentja të merr rolin e saj dhe të involvohet. Pastaj kemi pasur edhe takimin që ka qenë para disa javësh. Shoh pozitiv në kuptimin e angazhimit, por nuk di çka të them për mundësinë e rezultatit, sepse në fundit blokada është prodhimi kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. E patë edhe sot ignorancën e shumicës parlamentare lëvizjes vetëvendosje për të mos lejuar respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe për mos të lejuar mundësinë ose mos të krijuar mundësinë e votimit të kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është Të nderuar shikues, i ndërprem kështu deklarimet e deputetëve të Kuvendit Kosovës të dhënë sot pas dështimit të 40 seancës konstituive të Kuvendit, ndërkohë që tani jemi me pamje të drejtë për drejta nga Mitrovica, atje do të bëhet vendosja e gurthemeljeve të 2 urave të reja mbi lumin Ibër. Në njoftim të zyrës së kryeministrit bëhet e ditur se vendosja e gurthemeljit të urës së re për kalim të veturave mbi lumin Ibër do të bëhet tani në këto momente në afërsi të objektit të komunës së Mitrovicës së Veriut, derisa vendosja e gurthemeljit të urës për kalimin e këmbësorëve mbi lumin Ibër do të bëhet në orën 17:30, atëherë dhe kur është paraparë që kryeministri në dorëheqje Albin Kurti dhe zyrtarë të tjerë komunal do të japin deklarata për media. Ndërkohë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar dje se Bashkimi Evropian aktualisht po kryen një vlerësim rutin strukturor të urës dhe një studim urbanistik të zonës përreth, duke pasur parasysh kohën e kaluar që nga përfundimi i revitalizimit të urës së Mitrovicës. Zyrtarët e Brukselit gjithashtu kanë konfirmuar se po koordinohen ngushtë me partnerët e saj ndërkombëtar në Kosovë në lidhje me të ardhmen e urës, teksa i kanë bërë thirrje autoriteteve kosovare që të përmbahen nga çdo veprim i pakoordinuar për fshirë ndërtimin e urave në afërsi të lumit Ibër, ndërkohë që nga pamjet të cilat na vijnë drejt për drejt shihen që tashmë kryeministri në dorëheqje Albin Kurti dhe zyrtarë të tjerë Eden Ati, që është kryetar i komunës së Mitrovicës së Jugut, e zyrtarë të tjerë nga Veriut, më falni, e zyrtarë të tjerë nga Ministria e Infrastrukturës, po e shohim edhe zëvendës ministrin në dorëheqje Hysen Durmishi, të cilët një pas një bashkë me lopatat të cilat tashmë i kanë në duart e tyre po vendosin gurthemeljet për hapjen e 2 urave të reja mbi lumin Ibër, ashtu siç e tham që në hyrjet kësaj paraqitje të drejt për drejt nga Mitrovica, po e shohim edhe ministrin në dorëheqje të infrastrukturës Liburn Aliu e deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët po marrin pjesë në vënien e gurthemeljeve të 2 urave, njëra e cila do të ndërtohet për këmbësorët e tjetra për automjetet. Siç e kam thënë në krye të herës, në 17:30 është paraparë që të kemi deklarime për media nga kryeministri në dorëheqje Albin Kurti dhe zyrtarë të tjerë, të cilët po marrin pjesë pra në këtë vënje të gurthemelit në Mitrovic, saksisht mbi tek ura e Ibrit, ndërkohë që nga mediat në Kosovë, në Prishtinë, po raportojnë që zyrtarët Bashkimit Evropian, ambasadorë të cilët janë të akredituar në vendin tonë, kanë bërë thirrje që të koordinohen sa i përket pra ndërtimit të këtyre 2 urave. Do t'jemi edhe pasi të ketë deklarime nga zyrtarët qeveritar, do t'i kemi drejt për drejt në këtë lidhje të drejt për drejt nga Mitrovica për të parë se çfarë kanë për të deklaruar ata pas vënies së gurthemelit, ashtu siç është paralajmëruar edhe në një komunikat për media nga qeveria në detyrë e Kosovës. Ndërkohë, nga Mitrovica do të kalojmë në Shkup, ku ka përfunduar samiti për planin e rritjes mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Komisionarja për zgjerim Marta Kosta se vendet e BE-s tani
për tani kanë konsensus për zgjerim të blokut drejt Ballkanit Perëndimor. Megjithatë, ajo tërhoqi vërejtjen se kjo mundësi mund të mos jetë gjithmonë aty, duke folur për secilin shtet sa i përket Kosovës, tha se po presin konfirmimin e qeverisë së re për të fokusuar me energji të plot në procesin e antarësimit. Me planin e rritjes, Kosova parashihet të marrë rreth 900 milion euro, por procesi është bllokuar në mungesë të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. E liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian duke diskutuar në Shkup mbi zbatimin e planit të rritjes për rajonin morën edhe disa vendime. Komisionarja Evropiane për zgjerim Marta Kos në konferencën për shtyp me kryeministrin Maqedonas Hristijan Mickoski paralajmëroi heqjen e plotë të roamingut për vendet e rajonit. Ajo tha se vendet duhet të punojnë në ndryshime ligjore që do të mundsonin heqjen e këtyre tarifave nga janari i vitit të ardhshëm. E gjatë qëndrimit në Shkup, kryeministri në dorëheqje Albin Kurti zhvilloi takim me kryeministrin e Maqedonisë Veriut, Hristijan Mickoski. Kurti e Mickoski diskutuan për marrëdhëniet dypalçe për nivelin e zbatimit të marrëveshjeve ndërmjet dy qeverive nga mbledhjet e përbashkëta, ndër të cilat u theksuan funksionalizimi i dy pikave të përbashkëta kufitare dhe për mundësitë e reja të bashkëpunimit. Në njoftimin e qeverisë bëhet e ditur se në frymën e samitit u diskutua edhe për procesin integrues drejt Bashkimit Evropian për të dy vendet dhe rajonin, si dhe për rëndësinë e planit të rritjes dhe fondeve të BE-s në përshpejtimin e reformave të agjendës evropiane. Do të kthehemi përsëri me zhvillime në vend. Sot u vendos gurthemeli për ndërtimin e një stacioni policor në Zubin Potok. Në këtë ngjarje ishin të pranishëm ministri në dorëheqje i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla dhe kryetari i komunës Izmir Zeçiri. Sfeshla deklaroi se ky stacion modern do të jetë një infrastrukturë domosdoshme për pjesëtarët e policisë, si dhe një burim sigurie dhe adresë për raportim për të gjithë qytetarët pa dallim. Ndërkohë, kryetari i komunës theksoi se ky investim do të rrisë sigurinë për të gjithë banorët e komunës. Një stacion për policinë e Kosovës do të ndërtohet në këto hapësira në komunën veriore të Zubin Potokut. Gurthemeli i tij u vendos sot nga ministri i brendshëm në detyrë Xhelal Sfeshla, kryetari i kësaj komune, zyrtar, policor dhe aktor të tjerë institucional. Këtu Sfeshla tha se ky stacion do të jetë infrastrukturë e nevojshme për pjesëtarët e policisë së Kosovës dhe burimi i sigurisë e adresë raportimit për të gjithë qytetarët pa dallim, e që vlera ndërtimit të tij do të jetë mbi 1 milion euro. Po punojmë shumë që kushtet e punës për policinë e Kosovës të përmirësohen, por po ashtu edhe për qytetarët të cilët pa kurfar pengese, hezitimi apo vështirësie mund t'i drejtohen policisë. Kryetari i komunës së Zubin Potokut Izmir Zeçiri tha se ndërtimi i një stacioni për pjesëtarë të policisë në këtë komunë ka qenë më së domosdoshëm. Tani më e tutje do ta ketë kvadraturën e nevojshme të operimit si stacion policor, që është mos e nevojshëm sepse dihet që esenciale është policia e komunës e qytetarit që kryekpot i shërben sigurisë e qytetarit. Ndërkohë Sfeshla ka folur edhe për politikanin serb Aleksandar Arsenijević, në pronën e të cilit ditë më parë policia e Kosovës gjeti sasi të madhe armatimi. Por dërsa ai nuk i përgjigjet gjitha pikave të policisë dhe prokurorisë dhe nuk mirët vendi meritor, ai do të jetë në kërkim. Armatimi që u gjet me 22 qershor në fshatin Vallaq të Zveçanit u bën nga një aksion i policisë së Kosovës në bashkëpunim me AKI-n dhe prokurorinë, i monitoruar nga KFOR-i dhe EULEX-i. Me angazhimin e drejt për drejt të presidentes Vjosa Osmani dhe me mbështetjen e fondit të Katarit për zhvillim e në bashkëpunim me gjysmëhënën e kuqe të këtij vendi kanë filluar ekzaminimet mjekësore në Kosovë për invalidet e luftës. Kjo si pjesë e një projekti që do t'i pajisë ata me proteza ortopedike të avancuara dhe trajtim mjekësor të specializuar. Lidhur me këtë rast, presidentja Osmani shprehu mirënjohje të thellë ndaj këtyre dy organizatave për këtë mbështetje të jashtëzakonshme, duke theksuar se kujdesi për invalidet e luftës është një detyrim moral, shtetëror dhe njerëzor.
Kosova po përballet me sfida serioze në fushën e lirisë së medjeve dhe sigurisë së gazetarëve, ndërsa kjo u theksua edhe në tryezën e organizuar me temën liria e medjeve dhe siguria e gazetarëve. Pjesëmarrësit kritikuan ndërhyrjet politike në media, pasivitetin institucional dhe fushatat kundër gazetarëve si faktor që po dëmtojnë klimën e lirë mediale. Kosova përballet me sfida serioze në fushën e lirisë së medjeve dhe sigurisë së gazetarëve, ndërsa kjo u pa edhe në raportin e fundit të Agjencisë Raportereve pa kufi, e cila ka renditur Kosovën më poshtë në indeksin global të lirisë së shtypit. Kurse ndërhyrjet politike, sulmet kundër gazetarëve dhe mungesa mbrojtjes institucionale vazhdojnë të rrezikojnë funksionimin e një mjedisi të lirë dhe të pavarur medial. Kështu tha në tryezën e organizuar me temën liria e medjeve dhe siguria e gazetarëve. Kjo është një dhënë, është një fakt që duhet me ngrit alarmin dhe me marrë masa për me garantu pacunueshmërinë e themeleve të demokracisë funksionale dhe mbrojtjes drejtave të njerëzit në raport me një drejtë garantuar, siç është liria e medjave e që është e lidhur edhe me lirinë e shprehjes. 3 arsyet kryesore që ne besojmë se kanë ndikuar në rënien drastike të renditjes së Kosovës në raportin e pa kufi analizë KPM-s, ndërhyrja në RTK dhe fushatet e vazhdueshme deri në Gruze. Dhe në vend se ne të kishim adet për kushtim, për përmirësim, e patëm të kundërtën. Patëm krahasime me shtetin rajon, ajna më mirë, ajna më keq, ashtu që vëmendja të vendosë diku tjetër e jo të ajo çfarë po ndodh në Kosovë. Ndërsa, përfaqësues të KPM-s vlerësuan se situata është paraqitur më rënd se sa është në realitet. Sipas tyre, problemet kryesore kanë të bëjnë me medjen online dhe këto duhet të trajtohen përmes ligjit të KPM-s. Do të shkojmë edhe një herë të nderuar shikues me pamjet drejt për drejta në Mitrovic, atje ku tash për pak minuta pritet që të bëhet vënia e gurthemelit të urës mbi Ibër. Kjo do të bëhet për kalimin e këmbësorëve. Pak më herët, kryeministri në dorëheqje Albin Kurti, ministri në dorëheqje i infrastrukturës Liburna Liu, zëvendës ministri në dorëheqje Ysen Durmishi, zyrtar të komunave të Mitrovicës Veriut, kam vënë gurthemelin e urës mbi lumin Ibër, e cila parashihet që të jetë për qarkullim të veturave, ndërkohë që disa metra larg kësaj, tashmë kryeministri në dorëheqje Kurti dhe zyrtar të tjerë kanë arritur tek vënia e gurthemelit të urës së dytë kësaj radhe, e cila është parapar që të ndërtohet dhe të përdoret e të shfrytëzohet nga këmbësorët e kësaj ane. Më herët të nderuar shikues, se zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se BE-ja aktualisht po kryen një vlerësim rutin strukturor të urës dhe një studim urbanistik të zonës për rreth, duke pasur parasysh kohën e kaluar që nga përfundimi i revitalizimit të urës në Mitrovic. Gjithashtu, zyrtar nga Bashkimi Evropian kanë konfirmuar se po koordinohen ngushtë me partnerët e saj ndërkombëtar të cilët janë në Kosovë në lidhje me të ardhmen e urës, teksa i kanë përthirrje autoriteteve kosovare që të përmbahen nga çdo veprim i pa koordinuar për fshirë edhe ndërtimin e urave në afërsi të urës mbi lumin Ibër. Urë e cila është revitalizuar muaj më parë, ndërkohë që ishte paralajmëruar edhe nga vetë kryeministri në dorëheqje zoti Kurti që ura mbi lumin Ibër do të hapet së shpejti, ndërkohë që solli reagime të mëdha nga bashkësia ndërkombëtare duke i kërkuar qeverisë së Kosovës që të koordinohet me KFOR-in dhe bashkësinë ndërkombëtare në Kosovë për hapjen e urës mbi lumin Ibër.
Madje u patën bërë edhe testime sa i përket pra me njëherë pas revitalizimit të urës mbi lumin Ibër, u patën bërë edhe testime nga automjetet të rënda për të testuar urën, e cila ishte ndërtuar e rindërtuar, revitalizuar me një projekt nga qeveria e Kosovës, urë e cila ende deri më tash nuk është hapur, si që thash, pra edhe pas trysnisë ndërkombëtare që një gjë e tillë të mos bëhet, po presim që të kemi edhe deklarimet për media nga kryeministri në dorëheqje zoti Kurti, dhe nuk e di nëse do të kemi deklarim nga ministri në dorëheqje i infrastrukturës Libur Naliu apo nga zëvendës ministri në dorëheqje Hysen Durmishi, po i shohim që të dy dhe do ta ndjekim deklarimin e zotit Kurti. Libur Naliu që arkitekt dhe zëvendës ministrin e mjedisit planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Hysen Durmishin, i cili është inxhinier i ndërtimtarisë. Elbert Krasniqi që është ministri i administrimit pushtetit lokal dhe njëkohësisht kryesues i bordit si dhe me nënkryetarin e komunës jugore të Mitrovicës, Arjan Tahirin, dhe me kryetarin e komunës veriore të Mitrovicës, Erden Atiqin, pastaj edhe me deputet, me ministrin Faton Pesi e kështu me radhë, që të tregojmë për kushtimin ton, që ndërmjet veriut dhe jugut të ketë sa më shumë komunikim, qarkullim, bashkëpunim e shkëmbime. Këto dy ura, të cilat janë të dy anët e urës kryesore mbi Ibër, njëra prej tyre do t'jetë edhe për automjete këmbësor, ndërkaq tjetra do t'jetë vetëm për këmbësor. Ajo që do t'jetë për automjete edhe për këmbësor është e gjatë 50 metra, është e gjerë 10 metra, me që rast nga 1.5 metër trotuari ka në të dy anët. Ndërkaq kjo ku jemi tash këtu, do t'jetë vetëm për këmbësor, me gjatësi 41 metra, ndërkaq gjerësi 37 metra. Mbi lumin Ibër gjithsej, janë 77 ura në 3 shtete, Malzi, në Republikë Kosovës dhe në Serbi. Pa i numru hekurullat që janë mbi lumin Ibër. 77 janë. Prej tyre 35 janë në Kosovë. Këto do të bëjnë numrin e urave 37 mbi lumin Ibër në Republikën e Kosovës. Andaj falenderoj shumë kryetarët e të dy komunave, qytetarët, operatorët ekonomik dhe punëtorët e tyre, ministrin ton për këtë arritur të përbashkët, të cilën së shpejti në vjesh gjithashtu do ta inaugurojmë si përmbyllje e punimeve. Jemi shumë të gëzuar, sepse përfitojnë të gjithë qytetarët pa dallim. Do të merrni pjesë në takimin që ju ka thirrë kryeministri, presidentja që ka thirrë takimin, a do të merrni pjesë? Unë gjithmonë jam për urat bashkëpunimit, rrjedhëmisht edhe në për takime marr pjesë, por ju po e shihni që sot tema e çështja pse kemi ardhur këtu është vendosja e gurthemelit për 2 ura të reja mbi lumin. Me Bashkimin Evropian, a jeni koordinuar me qenë se ka pas një deklaratë që kërkojnë koordinim për çfarë do lëvizje këndej? Unë jam kryeministri i Republikës Kosovës. Këta janë ministra e zëvendës ministra të Republikës Kosovës, janë kryetarët komunave të Republikës Kosovës. Dhe ne gjithçka që bëjmë është në përputhje me planet tona, sipas ligjit, dhe gjithashtu për të mirën e të gjithë qytetarëve. Ata të cilët kanë dilema, lirisht mund të na kontaktojmë dhe ua shpjegojmë me përpikëri dhe durim. Ka diskutime për hapjen e kryesore atë lumit Ibër, pasi që kur erdhën këto qytetarët tanë, çka kanë menduar me këtu? Ju e dini qëndrimin tonë që ne jemi për të hapur edhe ura kryesore mbi lumin Ibër, nga 77 ura, në fakt nga 79 ura së shpejti, vetëm njëra ka policë të uniformuar aty, përkatësisht karabinjerët italian. Natyrisht që edhe ajo urë do të hapet, ne asnjëherë nuk heqim dorë prej asnjërit qëllim e qëndrim që kemi. Može jedno pitanje? Može. Da li je zaista bila neophodna ova investicija dva nova mosta ovde, s obzirom da ima već 4 prohodna i jedan za pešake?
Da li je ovo prioritet Kosova da gradi trenutno u ovoj situaciji mostovi? Da li ste odustali od ideje da otvorite glavni most? Nismo... Izgradnje, zajedništvo, saradnje. Ipak kroz ove mostove se nisu pitali građani. To je nešto što je odlučeno na nivou lokalnih samouprava bez upliva mišljenja i stava građana. Sve što mi radimo jeste legalno, legitimno za dobrobit svih građana. Mi želimo što više komunikacije i cirkulacije, što više razmene i suradnje između ovih dviju opština. Ovdje sa mnom je i predsjednik Severne opštine, također i potpredsjednik Južne opštine. Mostovi nisu protiv nikoga, oni su za sve građane, i za Albance, i za Srbe, Bošnjake, Rome i druge. Zato budite sigurni da sa 2 više mosta na reci Ibar bit će samo bolje. Mi nismo odustali od toga da se otvara i glavni most. Znate da su tu talijanski karabinjeri, ali doći će vreme i za to. U međuvremenu mi gradimo još 2 ova mosta. Jedan će biti i za pešake i za kola, drugi će biti samo za pešake, ovaj ovdje gdje mi sada smo postavili kamen temeljac zajedno sa drugim članovima iz naše vlade u dužnosti koja je dužna za progres i infrastrukture i za dobrobit građana, još jednom ponavljam, bez razlike na etničku ili versku pripadnost. Da li ovo predstavlja bezbednostni rizik? Svako ko ima nedoumice ili sumnja u naše radove ili ciljeve, moći će da direktno razgovara sa nama i mi ćemo strpljivo odgovarati na sve te primedbe. Ali ova 2 mosta će se graditi i ja mislim da vlade koje građaju mostove su vlade koje treba da se podržavaju. I u tom smislu mi očekujemo i podršku Evropske unije. Ura aktuale do të hapet po ashtu, aty siç e dini janë karabinierët italian. Prej neve është kërkuar që t'i bëjmë matjet e nevojshme, në mënyrë që të vlerësohet qëndrueshmëria e urës. Matjet i kemi bërë, ura është e qëndrueshme. Prandaj sa më parë që të hapet, aq më e arsyeshme është. Dhe kur do të hapet, kjo varet edhe nga karabinierët italian. Ne nuk dëshirojmë të krijojmë kurfar fërkimesh me askënd, përfshirë edhe karabinierët italian. Prandaj edhe po i presim kur edhe ata të binden, siç jemi të bindur ne, që ura ka nevojë për qarkullim edhe të automjeteve, jo për persona të uniformuar. Kryeministër, edhe një herë urave të reja mund të nxjisë tensione të reja në veri nga pala serbëve. Pasi që vetëm kur është paralajmëruar hapja urës së Ibrit, serbët ka thirrur protesta. Nuk ka nevojë për kurfar tensionesh. Mungesa e urave krijon tensione, ndërtimi i urave e rrit bashkëpunimin. Besoj që kjo tregon efikasitetin e qeverisë, as mendon edhe ashtu. Kjo tregon efikasitetin e qeverisë dhe gjithçka është sipas ligjit dhe rregullave. Nuk e keni asnjë shkelje nga më të vogël. Kryeministër, edhe një herë do të merrni pjesë në takimin që e ka thirrë presidentja, do të merrni pjesë në takimin që e ka thirrë presidentja. Po një përgjigje që ka marrë pjesë më herët, do të marrë pjesë edhe tash. Po 2 urat sot janë tema. 2 urat mbi lumin Ibër, shtesë, nga 77 gjithsej 79. Prej këtyre 77 urave, 35 janë Kosovë. Me këto 2 ura prej 35 bën 37. Kryeministër, javën e kaluar BE-ja i ka bërë matjet edhe ka bërë testimin e urës, po ashtu me kamion të rënda. Keni pranuar në raport prej Bashkimit Evropian sa i përket stabilitetit të urës, marrë parasysh raportin që e ka hartuar vjet institucionet e Kosovës, nuk është që e kanë marrë parasysh BE-ja. Ndoshta ka marrë ministria, nuk e di, unë nuk e ka marrë atë raport, por ne kemi marrë raportin të cilin e kemi organizuar vetë, e kemi kërkuar vetë, edhe ai raportet që ura është e qëndrueshme. Prandaj ajo urë, përveç se karabinierëve italian dhe
këmbësorët, pa dyshim që i bart jo vetëm automjetet, por edhe maunët. Kjo s'do të thotë që ne inkurajoj maunët të kalojnë aty, por kjo do të thotë që ura është e qëndrueshme. Sa mendoni se do ta përdorin serbët, do t'i përdorin këto ura duke ditur që ata janë të cilët kanë vënë zhavër dhe mure mbi ura në Mitrovicë? Ka kalu koha e barrikadave, është koha e bashkëpunimit, e qarkullimit të lirë, e shkëmbimeve sa më të madhe të mallrave, të kapitalit, të shërbimeve. Prandaj, unë besoj që këto ura do të shfrytëzojnë jo vetëm shqiptarët, por që të gjithë, e nga pjesa veriore, posaçërisht serbët, që dihet që në komunën veriore të Mitrovicës ata janë shumicë. Kryeministër, sa ka rrezik që të ndalen punimet me që të gjithë përftojnë për vetë përmbajtje? Nga ana jo nuk ka rrezik. Punimet i zhvillojmë ne, nëse dikush shkel ligjin, pengon punimet, atëherë duhet të merremi me ata, ose ato, po jo me ata të cilët janë duke punuar. Prandaj nuk është mirë të hedhim dyshime të panevojshme dhe të spekulojmë për rreziqe të cilët janë aktuale. Pas kërkesave që kemi pas nga ana e të dyja komunave dhe qytetarët të bordit të Mitrovicës, dhe të Elbert Krasniqit, kemi nënshkruar marrëveshjet, pra, memorandumet me të dyja komunat dhe në bazë të atyre dy memorandumeve e kemi nënshkruar edhe kontratën dhe po fillojmë punimet në këto dy ura. Edhe një herë pra ta përsërisim, të dy urat do t'i lidhin dy komunat, pjesën jugore dhe pjesën veriore, pra Mitrovicën në pjesën jug dhe në pjesën veri. Njëra do t'jetë vetëm për këmbësor, kjo ura që jemi tani, që sapo e hodhëm gërthemelin, dhe ura, të cilën e thorëm pak më parë gërthemelin, do t'jetë urë edhe për automjete, por edhe për këmbësor. Gjatësia asaj ure do t'jetë 51 metra, do t'jetë me 3 fusha, ndërsa kjo urë këtu do të shërbejë si lidhje e të dyja shesheve, pra dy pedonaleve në të dy anët e lumit, dhe në një mënyrë do t'i lidh mundësinë do të rritet shumë më tepër hapësira sipërfaqja për ecje, respektivisht për rekreacion dhe shëtitjen në hapësira publike. Në anën tjetër do të mundësohet edhe komunikimi i automjeteve përmes urës tjetër që është në pjesën tjetër. Është afër 3 milion euro për të dyjat. Kur do të fillojë qarkullimi i mjeteve dhe këmbësorëve? Sa po të mbarojnë urat, ne presim që vjeshta do të jetë vjeshta vitit 2025. Para zgjedhjeve lokale? Mbase po. Sjena për çështje zgjedhjeve këtu. Mbase po nuk është. Unë mendoj që mos e largu tetori do të jetë kur do të kemi të përfunduara këto dy ura. Spaku po flasim që ura e cila ka të bëjë edhe me lidhjen e automjeteve do të jetë, si më thon, orientimi më i madh që fillimisht të kryet ajo, ndërsa pjesa që do të lidhet me urën ku kemi të bëjmë këtu, që po të dyja përgjithsisht do të kryen brenda vjeshtës. Me 12 qershor është themelu bordi i dy komunave të Mitrovicës, Veriut dhe Jugut, bordi Mitrovicës, dhe dy kryetarët e komunave dhe kryeministri i kanë deleguar përfaqësuesit e tyre dhe më pak se një muaj nga ajo datë po fillon edhe ndërtimi i dy urave, si mundësi e mirë e lidhjes së qytetarëve nga Veriu në Jug dhe Jugu në Veri. Ne si bord, pas ndërtimit e urave, prioritet kemi vendos edhe aktivitetet e tjera dhe projektet e tjera infrastrukturore. Njëri ndërto është edhe transporti urban i përbashkët, e ura është ideale që me kalu edhe transporti publik përmbi dy ura edhe ti lidh qytetarët e Veriut dhe Jug. Kjo është një moment shumë i mirë, kjo është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë qytetarët e Mitrovicës, Jugut dhe Veriut, po edhe Kosovës. Besoj që kjo duhet të jetë edhe një arsye shtesë se të gjithë jemi së bashku në këtë proces shumë të rëndësishëm dhe këtu brengat që po i ngritni në vazhdimsi janë edhe interesante, po tashmë puna filloi edhe unë jam shumë i bindur dhe shumë më optimist se sa ministri i infrastrukturës, unë jam me zëvendës ministrin që ura do të përfundoj shumë shpejt edhe në fillim të shtatorit do të jemi edhe përmbi urën e veturave në pjesën sipër urës qendrore.
Kur të nderuar shikues, bashkarisht vënien e Gurthemelit për ndërtimin e urës në lumin Ibër dhe deklarimet e kryeministrit në dorëheqje Albin Kurti, ministrit në dorëheqje të pushtetit lokal Elbert Krasniqi dhe gjithashtu ministrit të infrastrukturës në dorëheqje Liburn Aliu. Para gazetarëve, siç edhe e keni parë të nderuar shikues, kryeministri në dorëheqje Albin Kurti tha se ura kryesore e lumit Ibër do të hapet së shpejti. Ai tha se janë bërë të gjitha matjet sa i përket qëndrueshmërisë së kësaj ure, mirë po pret që KFOR-i, i cili në këtë rast është nga karabinierët italian, të lirojnë urën për qarkullim sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të bëhet edhe kalimi i mjeteve të rënda mbi urën kryesore të lumit Ibër, derisa u tha që në shtator të këtij viti të dy urat të cilat sot u vë Gurthemeli i tyre do të përfundojnë për qarkullim. Njëra do të jetë vetëm për këmbësor, ndërkaq tjetra do të jetë edhe për këmbësor, por edhe për automjete. Kryeministri në dorëheqje Albin Kurti nga kolegët gazetarë në Mitrovic u pyet edhe për zhvillimet e fundit politike në vend, me thekë së veçantë u pyet edhe sa i përket pra takimit të nesërm që presidenti Vjosa Osmani e ka ftuar me liderët e partive politike, kësaj radhe pra secilin veç e veç. Ai tha që ka marrë pjesë edhe herën e kaluar dhe është dakord që të marrë pjesë në këto takime, sepse si tha ai, ndërtimi i urave krijon bashkëpunim. Do të kthehemi nga Mitrovica, do të kthehemi me zhvillimet të tjera të ditës, ku Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë nga sot ndaloi përkohësisht importin e kafshëve të llojit të gjedhit dhe nën produkteve edhe nga një zonë e Francës, pas konfirmimit të një sëmundje që prek këto kafshë. Agjencia obligon autoritetet për kontroll kufitar që të ndërmarrin të gjitha masat për zbatim të urdhrit të ndalesës me qëllim të ruajtjes së shëndetit të kafshëve në Kosovë. Për të biseduar më shumë rreth importit të kafshëve nga zona të ndryshme, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Lamir Thaçi, zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Përshëndetje zoti Thaçi dhe mirë se erdhe në këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Mirë se gjeta, faleminderit që na keni thirrur. Atëherë, ditëve të fundit, kohëve të fundit, kemi parë që agjencia po ndalon importin e kafshëve qoftë nga Shqipëria, nga Maqedonia e Veriut, ndërkaq sot është njoftimi edhe për ndalesa nga Franca. Çfarë po ndodh? Ne jemi duke kryer gjitha obligimet ligjore sipas mandatit që na takon, duke qenë autoriteti më i lartë për veterinarinë në Republikën e Kosovës. Ne po vendosim masa ndalesës për kafshëve për gjitha llojet e kafshëve, të cilat rezultojnë apo konfirmohet shpërthimi i smundjes për të njëjtat në vendet ku lajmërohen në organizatat ndërkombëtare, dhe këto veprime janë në linjë edhe me rregullat ndërkombëtare të tregtimit dhe qarkullimit të kafshëve të gjalla dhe produkteve ushqimore. Ne kemi disa vatra shpërthimit smundjeve dhe janë smundje të ndryshme. Këto të fundit janë dy, një që ka shpërthyer në Itali dhe në Francë, bëhet fjalë për smundjen e njëjtë, dhe ne për të dy ato vende kemi vendosur masat e njëjta të pezullimit të importit dhe mbikëqyrjes së gjitha ngarkesave që vijnë nga ky vend, dhe ndalesat janë vetëm për zonat që janë referuar organizatave ADES dhe VOA që raportohen me rregull, ndërsa kemi edhe dy smundje tjera prezente në rajon. Njëra në Shqipëri bëhet fjalë për mortajin e ruminantëve të vegjël dhe në Maqedoni ka shpërthyer smundja gjuha e kaltër. Për të gjitha këto, agjencia me vigjilencë të shtuar është duke përcjellë situatën dhe jemi duke ndërmarrë gjitha veprimet karshi situatave që po paraqiten me qëllim që të parandalojmë futjen e këtyre smundjeve apo prekjen e kafshëve në Republikën e Kosovës. Kjo smundja e kafshëve, sidomos kjo e fundit LSD, sa mund të jetë e rrezikshme që të prekën edhe qytetarët? Nga zgjedhjet dhe ulimtimet shkencore që janë zhvilluar deri më tani mbi këtë smundje, nuk është evidentuar apo nuk ka rezultuar asnjëherë që smundja mund ta prek njeriu, por gjithmonë kërkohen masa preventive për të parandaluar përhapjen se
sepse është një smundje me karakter ekonomik, e cila mund të dëmtoj ekonomitë familjare dhe të fermerëve dhe njëkohësisht e dëmton edhe ekonominë e shtetit. Andaj, jemi detyruar që të marrim masa të përkohshme kufizuese dhe këto do të jenë veprimet më të qelluara, më të duhura dhe në kohë që të parandalohet eventualisht hyrja e smundjeve në Kosovë. Sa i përket këtyre dy të fundit, sigurisht ne edhe gjeografikisht jemi larg me këto dy shtete, por ne duhet ta shtojmë vigjilencën dhe duhet i ndërmarrim veprimet me kohë dhe jemi në linjë edhe me vendimet dhe veprimet e shteteve tjera, qoftë Bashkimit Evropian apo edhe shteteve të rajonit. Ndonë se jemi larg me kilometra, zoti Thaçi, po a ka import të kafshëve, të këtyre lloj të kafshëve të cilat sot u ndaluan nga agjencia, të cilët vinë në vendin tonë? Importet dhe tregtia, qoftë importi i kafshëve gjalla o tregtia produkteve ushqimore në kushte normale, gjithmonë është e lejuar duke qenë se jemi treg i lirë dhe kemi edhe marrëdhënie ndërshtetërore me këto dy vende, andaj kërkohet gjithmonë vendimi të jetë aktiv me kusht që të parandalohet. Ne në muajt e fundit mund mos kemi pas ngarkesa me produkte të njëjta ose me lloje të kafshëve të njëjta, por vendimi duhet të jetë në fuqi, duhet të jetë aktiv dhe kjo pastaj e pengon çfarëdo eventualiteti që mund të hyjë në Republikën e Kosovës. Dhe këtu masa gjithmonë vendosen pas konfirmimeve të rasteve në zonë dhe pas lajmërimeve të tyre në organizata ndërkombëtare. Po cilat janë masat konkrete që Agjencia Ushqimit dhe Veterinës ndërmerr në këto raste, pra për të parandaluar përhapjen e smundjeve qoftë tek kafshët në Kosovë, por edhe tek popullata e vendit? Smundjet që aktualisht janë prezente në këto dy vende dhe në dy vendet e rajonit, rrezikun më të madh kemi me këto dy smundjet që i kemi këtu afër në rajon. Do thotë masat e para preventive janë vendosja e pezullimit të importeve të kafshëve të llojeve që preken nga smundja. Masa e dytë është ngritja e vigjilencës dhe masave të biosigurisë nga vetë fermerët, mbajtja në mbikëqyrje e fermave të tyre dhe zbatimi i rekomandimeve që japen nga agjencia. Pastaj, gjatë gjithë kohës, ne jemi në teren duke vëzhguar situatën dhe çfarëdo ndryshimi eventual që mund të ketë rrjedhje nga këto smundje, ne gjithmonë karshi situatave do të ndryshojmë masat, do të veprojmë me masa më strikta, apo edhe në rastet e para që konfirmohet që smundja është izoluar dhe është e kaluar situata, gjithmonë masat përsëri heqen. Deri në këtë fazë jemi në kohë me çdo veprim që kërkohet. Për fermerët që mbajnë kafshë të emta dele dhe i, sidomos ata të brezit kufitar me Shqipërinë dhe me Maqedoninë, kemi kërkuar një vigjilencë të shtuar dhe pengim të çfarëdo lloj kontakti të firmave në kullosa që janë në brezin kufitar me këto dy vende, dhe kjo është forma më e mirë që ne ta parandalojmë përhapjen e këtyre smundjeve në vendin tonë. Deri këtu ju kanë përgjigjet gjithë mirë, qoftë autoritetet, qoftë edhe vetë fermerët, dhe presim që me këtë bashkëpunim të sinqert mes gjithëve, atëherë do t'ja dalim që ne të pengojmë përhapjen e këtyre smundjeve në vendin tonë. Zoti Thaçi, kur jemi tek bashkëpunimi edhe i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, por edhe tek qytetarët edhe ata të cilët mbajnë dele e dhi në brezin kufitar në mes Kosovës dhe Shqipërisë, një shqetësim tjetër që ka ndodhur dhe po ndodh pothuajse çdo ditë, sidomos pas temperaturave të larta në Kosovë, është edhe ajo se çfarë produkte të tjera qytetarët konsumojnë. Sa janë të sigurta ushqimet të cilat qytetarët e Kosovës i konsumojnë, sidomos në këto ditë të nxehta? Të gjitha produktet ushqimore, përderisa janë në treg, po flasim gjithmonë për tregjet zyrtare, pika shitse zyrtare, gjithmonë ato janë të kontrolluara dhe janë të sigurta për konsum, sepse në të kundërtën nuk do të ishin në treg, sepse ne do t'i largonim paraprakisht, por përderisa kemi ngritje temperaturave, atëherë kërkohet që
të gjithë të ndryshojnë sjellje karshi produkteve ushqimore, secili në kontakt me to të i ruaj dhe të manipuloj me to gjithmonë duke respektuar temperaturat që janë të shkruara në etiketën e secilit produkt. Çka do të thotë se gjitha pikat shitse duhet ta posëndojnë zinxhirin ruajtës frigoriferik të produkteve me raftet që ato shesin, e po ashtu edhe vetë konsumatorët duhet të kenë kujdes që nga koha kur blejnë deri në vendosjen e produkteve në frigorifer të shtëpive tyre, tjetë koha sa më e shkurt që mos të vije deri te kontaminimi i produkteve ushqimore. Sa mbretërojnë temperaturat e larta, gjithmonë kujdes. Në radhë parë i neve agjencisë është që fokus qëndrohet në çdo inspektim e kemi kontrollin e temperaturave të produkteve, e njëjta duhet vlej edhe për vetë konsumatorët që gjithmonë të kenë kujdes dhe të shiqojnë të gjitha deklaracionet e produkteve, sidomos për kushtet e ruajtjes, sepse secili produkt i ka të shënuar në specifikacion dhe ato duhet të respektuar nga të gjithë, sepse në çfarëdo forme pikë ndër kryesore të sigurisë ushqimore është vetë ruajtja dhe vetë qëndrueshmëria e produktit varet nga kushtet e ruajtjes që bëhen mbi produktin. Zoti Thaçi, faleminderit për këto informacione që kanë dhënë me shikuesit e magazinës InfoPlus. Faleminderit për jush. Do të kalojmë me informacione nga bota, një numër rekord alarmesh për nxehtësinë janë në fuqi në gjithë Francën, ndërsa vendit dhe pjesë të tjera të Evropës jugore dhe lindore mbeten në ndikimin e temperaturave ekstreme. Edhe vendet e Ballkanit gjithashtu janë duke u përballur me të nxehtësinë ekstrem me temperatura që në disa rajone kanë shkuar deri në 42 gradë Celsius. 16 rajone franceze përfshirë Parisin janë vendosur në alarm të kuq më i larti në vend, ndërsa 68 të tjera janë në alarm portokalli. Paralajmërime për nxehtësi janë në fuqi gjithashtu për pjesë të Spanjës, Portugalisë, Italisë, Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe vendeve të Ballkanit përfshirë Kroacinë. Si Spanja, ashtu edhe Portugalia pa ditët e tyra më të nxehta të qershorit të regjistruara ndonjëherë gjatë fundjavës. Gati 200 shkolla në gjithë Francën janë mbyllur ose pjesërisht të mbyllura si pasojë e valës së nxehtit, e cila ka përfshirë pjesë të Evropës për më shumë se një javë, por pritet të arrijë kulmin në mes të javës. Ndërkohë 21 qytete italiane janë gjithashtu në gatishmërinë më të lartë përfshirë Romën, Milanon, Venecian dhe Sardinian. Në Gjermani, shërbimi meteorologjik i vendit paralajmëroi se temperatura mund të arrijë 38 gradë Celsius të martën dhe të mërkurën, temperatura potencialisht rekorde. Vendet në dhe përreth Ballkanit gjithashtu janë duke u përballur me të nxehtësinë e fortë. Temperaturat në Greqi janë afruar 40 gradë Celsius për disa ditë dhe qytetet bregdetare pranë kryeqytetit Athinë javën e kaluar shpërthyen në flak që shkatruan shtëpitë, duke i detyruar njerëzit të evakuohen. Në Turqi, ekipet e shpëtimit evakuan më shumë se 50.000 njerëz, kryesisht nga qyteti turistik i Izmirit në perëndim të vendit, ndërsa zjarfikësit vazhduan të shuanin qindra zjarre që kishin shpërthyer ditët e fundit. Zjarre shpërthyen edhe në Kroaci, ku janë në fuqi paralajmërime për nxehtësi ekstreme për zonat bregdetare. Një alarm për temperaturë ekstreme u lëshua gjithashtu edhe për Malin e Zi. Një temperaturë rekord prej 38.8 gradë Celsius u regjistrua në Sarajevo, ndërkaq në Sloveni temperatura më e lartë e qershorit u regjistrua të shtunën. Temperaturat në Shkup arritën në 42 gradë Celsius të premten dhe pritet të vazhdojnë në këtë interval. Autoritetet turke kanë arrestuar 4 punëtor të një reviste satirike, cila kishte publikuar një vizatim që thuhet se shpërfashte profetin Muhammed. Revista ka thënë se vepra nuk i referohet profetit Muhammed, ndërsa lexuesve të lënduar Afyr u ka kërkuar falje. 4 punëtor të një reviste satirike në Turqi janë arrestuar për publikimin e një vizatimi apo karikature ku duket se tregon profetin Muhammed, figurën e shenjtë fetare, për shkrimi i së cilit është i ndaluar në Islam. Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë, Ali Yerlikaya, e ka dënuar vizatimin apo karikaturën e revistës Leman si të turpshme, duke bërë të ditur për arrestimin e kryeredaktorit, dizajnerit grafik, drejtorit dhe vizatuesit. Revista Leman e ka mohuar se karikatura apo vizatimi e përshkruan Muhammedin.
Në rrjetin social X, Leman ka shkruar se vepra nuk i referohet profetit Muhammed në asnjë mënyrë. Leman u ka kërkuar falje lexuesve të cilët janë ndier të lënduar e fyer. Yilmaz Tunç, ministri i drejtësisë, ka thënë se prokuroria qendrore ka nisur hetimet për fyerje publike të vlerave fetare. Karikatura ose çfarëdo forme përfaqësimit vizual të profetit jo vetëm që dëmton vlerat tona fetare, por dëmton edhe paqen shoqërore, ka shkruar ministri Tunç në rrjetin X. Policia speciale turke ishte pozicionuar në Stamboll pasi qindra njerëz kishin dalë për të protestuar pranë zyrave të revistës kundër veprës së publikuar. Me lajmet nga sporti, të cilat do t'i ndjekim tani, përmbyllim magazinën për sot, ju vazhdoni të shoqëroni me programet tona, ndërkaq që me magazinën bashkë do takojmë nesër. Federata e Futbollit e Kosovës ka organizuar ceremoninë e ndarjes së licencave A për trajnerët që kanë përfunduar me sukses kursin profesional të këtij niveli. Ndarja e certifikatave u bën nga kryetari i FFK-s Agem Ademi në prani të sekretarit të përgjithshëm Markus Widner dhe drejtoreshës për edukim Sanie Krasniqi. Trajnerët e licencuar kanë ndjekur një program të përqendruar profesional i cili ka përfshirë ligjërata teorike dhe praktike të mbajtura nga ekspertë ndërkombëtar të fushës së futbollit. Ky trajnim u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së kualitetit dhe profesionalizmit në radhët e trajnerëve vendor. Gjatë ceremonisë, Ademi përgëzoi trajnerët për angazhimin dhe suksesin e arritur, duke theksuar rëndësinë e përgatitjes profesionale në ngritjen e nivelit të futbollit kosovar. Ai gjithashtu inkurajoi trajnerët që të synojnë tepërtimin në tregun ndërkombëtar dhe të vazhdojnë rrugën drejt licencës pro. Një nga trajnerët e sapo licencuar, Depati Kcurri, u shpreh mirënjohës ndaj FFK-s për këtë mundësi, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të rrugtimit profesional. Një arritje morë në ndërë të federatën, po edhe për neve që ne kemi kryrë, më thonë, me nota maksimale se përket kësaj licence. Mendoj që kemi mësu mjaft shumë për shumë ekspertë që kanë ardhur në këtë licencën. Kanë ardhur dhe njerëz nga Anglia, nga Gjermania, të cilët kemi marrë përvojë të tyre, edhe mendoj se jemi ngrit profesionalisht. Licenca është një thënie që nuk bën trajner, po duhet të punosh, të angazhohesh, edhe unë besoj shumë që ne duhet të bëhemi gati që në tarmën normalisht edhe ta marrim licencën pro, që besoj shumë që me përgatitjen që kemi treguar na, unë mendoj që edhe Kosova do gëzojë në tarmën që ta marrim këtu në Kosovë. Ndërkaq, Hava Dakaj, një tjetër trajnere e licencuar, theksoi rëndësinë që ka ky kualifikim për të ardhmen e saj në këtë profesion. Kjo për mua shumë e rëndësishme, edhe mas pari na duhet me falenderu kryetarin e federatës Agem Ademin, i cili na mundsoi këtë kurs, që ne të kemi ma shumë njohuri, edhe normal që presim shumë më shumë se që kena pas njohuri. Unë e pres shumë prej kësaj licencës se e du këtë punë edhe du me pas një tardhme sa ma të mirë. Kjo ceremoni shënon një arritje të rëndësishme në rrugën e zhvillimit të kapaciteteve trajnuese dhe ngritjes së standardeve profesionale në futbollin kosovar. Klubi futbollit Drenica ka nisur një etapë të re shumë të rëndësishme për vete. Pas rikthimit në Super League, skuadra nga Skëndera është privatizuar dhe tani tutje do të ketë një pronar të ri, me që rast klubi themeluar 67 vjet më parë ka kaluar në duart të investitorëve gjermano-kosovar. Nga tani tutje, pronar të Drenicës do të jenë dy vëllezër biznismen Seferi me mbështetje të mikut të tyre gjerman Thomas Wustenfeld, i cili ka emër të respektuar edhe në Bundesligën gjermane. Gjithçka u qartësua pas marrëveshjes në mes të komunës dhe pronarëve të rinj, të cilën e konfirmoi edhe i pari i kësaj komune, Fadil Nura. Në emër të komunës Skënderajt, du t'i falenderoj për bashkëpunimin e sinqert zotin Seferi, doktor Tomasin, me kryetarin general Lështaku, i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm gjatë kësaj periudhe, dhe së bashku sot ndjehemi me të vërtet krenar, sepse po bëjmë një hap të jashtëzakonshëm, i cili jam i bindur që me vënien e firmës do të fillon një etapë e re krenarisë së klubit të zemrës, klubit Drenica.
Ndryshe, Faton Seferi do të jetë pronar i ri i skuadrës, ndërkohë që bashkëpunëtor të ngushtë do ta ketë Thomas Wustenfeld, i cili për një kohë ishte edhe në këshillin mbikëqyrës të ekipeve të Bundesligës gjermane, po ashtu ishte edhe pjesë e bordit drejtues të skuadrës së Augsburgut. Ja, wie kam es dazu, dass Faton mich angesprochen hat? Der Hintergrund bei mir ist, dass ich neben den Fußball... Falenderoj kryetarin e komunës dhe të gjithë aktorët që kanë punuar që klubi të vinë në këtë stad ku është momentalisht. Para 7 muajve nuk e kam njohur edhe aq mirë klubin, por tani e njoh më mirë dhe më pëlqen mjaft shumë. Rreth 3 vite më parë jemi takuar me Fatonin dhe kemi biseduar së bashku rreth mundësive për bashkëpunim me theks të veçantë rreth investimeve në klub, derisa kemi kërkuar edhe mbështetjen e aktorëve të ndryshëm duke vazhduar deri te dita që tashmë jemi këtu. Ky moment më bën të ndihem krenar dhe i lumtur pasi unë tërë jetën ja kam kushtuar futbollit, fillimisht si lojtare, tash e sa vite edhe në aspekte të tjera menaxhuese, dhe besoj që me tërë kapacitetin dhe dijen do t'i përkushtohemi klubit në fjalë. Fjalët e para si presidenti i klubit i tha dhe biznesmeni nga Prekazi Faton Seferi, i cili tash e sa vite jeton dhe vepron në Gjermani. Unë e di që klubi futbollistik Drenica ekziston që shumë gjenerata dhe ne nuk e fillojmë nga fillimi. Ne po e vazhdojmë mbi disa themele të cilat janë shumë mirë dhe fort të ndërtuara këtu në Drenicë. Ne vetëm se do ta ndërtojmë këtë shtëpi më lart, më bukur, më mirë, dhe do ta bëjmë një shtëpi të gjithë shqiptarisë, jo vetëm Drenicës. Në këtë aktivitet nuk mungoi edhe i pari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, i cili uroi të gjithë për këtë marrëveshje, duke shpresuar që bashkëpunimi të jetë gjatë dhe i dobishëm për klubin, komunën, por edhe për vetë Kosovën. Ky e gërshëton biznesin e vet, sa i zoti është në biznesin e vet, me sportin, me futbollin këtë rast, dhe sigurisht që do të kemi një klub, Drenicën e Skënderajt, të nivelit tjetër evropian. Dhe uroj që këtë të realizoni, Federatën e Futbollit të keni afër gjithmonë në mundësitë tona për këtë bashkëpunim që e keni bërë. E vlerësoj shumë këtë bashkëpunim dhe këtë ardhje të investitorëve në futbollin kosovar. Në fund, zyrtarisht edhe u nënshkrua marrëveshja me çka klubi nga komuna kalon në duart e Faton Seferit dhe miku të tij gjerman Thomas Wustenfeld, me çka synohet që historia nisur në vitin 1958 të kulmoj me rezultate dhe me të arritura fitim prurëse për klubin e futbollit Drenica.